Shem, a gudzej me tonë të një tim pak e ndishme dhe se di jena taku me një vend që s'kena po shef në ashta fort mu taku, njerë jena pas po motin në onkologi. Në ashta s'ka arru. Po, onkologi, po. E ke pos vruën atë me të mon vezurët ka vdek. Po. E ke pos shok tjetës. Shok tjetës 26 vjetë. A po të mundër? Jarë zakonisht. E puna dhe shkenës për pytin? Edhe se, na kemë zakon ka njëna, në mashkë që shë kemë, kështë e bëve sabë gruën e të, ma shumë në afekt flasim ashtu. Por deri sa mos shkoj, nuk e din të sa ajo, ka vleje, sa. Kur shkon... Edhe pse ka pas një grushë. Po, kjo edhe kjo ka njoftën e. E qka se je puna pytin në njëtë dhe shkenës për të bëjë aty, qka nëse e kështë taku për sëri? Dikur. Gruën tonë. Une, kom thonën, 26 vjetë kom jetu me te, që për herë të parë se pa ta ndalu me folë për te, po nuk po ta prishi. 260 vjetë kisha jetu me te, kur si shandohë. Bravo, do të kiti për qenjë. Jënë do gjona që këto ju pi kuptoni e s'pi kuptoni. Këto kur është femra dhe moshën pyte, rradhë kur që ka ditë, që aty unë jëmë i fort. Duhet me dalue, unë pidretojme dhe kësaj zojës, qka është me desht edhe qka është me dëshiru. Ato e në dy gjona që në të kondërta. Edhe jo që po shumë që këto se din. Se din, do me thonë se me dëshiru, dëshiron njerë njetë. Me desht mund dëshplat. Se ti, të është, për të pyjtë dikush, qa ke ajshtë, Hasani, Hyseni, Murseli, që i pate. Po i kom desht. Hemra thot, i kom desht. Ama ty po të dëshiraj, që ajo është. Mos ishin qenë që ata, unë ty s'kisha pas. Po nasi kupt, në arabësh edhe me njëre haldia. Po do me thonë se, unë e kom dëshiru ruën ti me shumë. E kom dëshiru për fëmijët, për familje, që ajo është. Edhe se s'kom ba fëmi me tjera, po me te kom ba. Që do të thotë se, që të kenona as gjafit berina s'ka, a i shijet. Do me thonë se, na i kemi nga tru gjarat këto edhe për që ta po ndodhin qëto thyrje, ndarje që po ndodhin shumë, kohën e fundit, ndarje këtë që të po vinë, që e dini na unë e di edhe në familje i kom pasën në presjan, hadecë malë, që e venin motrës, me din, të bo presjan, edhe e qka bon, pi presionit të madhë, shkën me mërë në hunë lesh atje, edhe po sharan. Do me thonë edhe, qa bani kurqa? E bani një këmi, pra po këty në shpika. Kanë fillu këto dukuri pak me u largu. Veç i shala, ne edhe e kuptoj me ko, tash, po dhe tash, femrat po din me edhe me rezonu, me mendu. Me qyrë vetë me mendu, kanë drejta ma shumë. Po natyresht, unë edhe ju thëmë, shkoti, shkom ty me mashku, ke drejta jote është. Se jo, reje. Po kur të martosh, kemi mendu ndryshe, se ajo është, kur kemi me bo fëmi me atë njeri, me kriju familje, atër aty mendohet ndryshe. Edhe, në thash, kjo është sistem evropian, edhe, e ne tash të mos i po thiremi në Europë, edhe ne... Edhe një me Europë? Po, tash kohë në fundit, po, është modernizu femra... Shket një me femrat jenë modernizu këtë gjë shumë, a? Po ta është e mbarë, qka menon ti që është modernizim? Po për shambull që të do më thonë... Qa është modernizim? Modernizim për shambull me dalë vetë femra burë, mos me martu me zërë, mirë po shemi. Okej. Së është modernizim? Nuk... Se modernizim shqiptarët e kuptojnë e sta veç veshjen.